Edhe pse ne alhamdulillah jena në periudhën ku Islami ka me ngadhnji, dhe ata s'kan me shku as 10 vite vetëm se Islami kemi me pas lartë. Me neve apo pa neve, me dashamir të Islamit apo me armiq të Islamit. Nga se këtu në rezultin toksor nuk ndodh vetëm atë që e donë Allahu dhe jo atë që e dojnë armiq të Allahut. Për këtë arsye, ne jena alametet që Islami ka mu forcu, amo ndoshta unë dhe ti s'kemi me qenë, se s'jemi meritor. Pra të vjen vdekja pa pritmas. Kemara pra me piti një kafe, sabah, që filan, s'ka lëviz. Për shkak se Allahu e ndryshon këtë ummet. Nëse shqiptarët rebelohen ndaj dinit të tyre, që e kanë rujtën baballarët e tyre këtë fe me gjak, e kanë paguajt këtë fe me mundim, me tortura, dhe përdhosen sot arrogantët të shëgjur të rogjallar dhe tentojnë që të cenojnë dinin Allahut. Allahu Azza wa Jell shumë pak ka nevoj për shqiptar, për shkak se Gjerman din fe, për shkak se Zvicrani bëhet ma musliman se ti, për shkak se Amerikani e pranon Islami dhe i përmbahet ma shumë se ti, për shkak se ato janë ma të kujdesshëm praktikimin e fejes se sa ty, për shkak se ato janë ma afër sunetit pejgamberit Allahut se ti, ndërsa ti ende ti je ala në agonin e traditave, se cila është me e vërtet, atë që ka thonë pejgamberi Allahut, apo atë që jam unë në ta, për atë dhe të ndërsh. Me dash pejgamberin Allahut, duhet me ndash dhe sunetin e pejgamberit Allahut. Me dash pejgamberin Allahut, duhet me dash shokët e pejgamberit Allahut. Do gjën këtë transmetim që transmeton Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi thot se Allahu Azza wa Jell i ka shiqu, se njëri prej neve thot, pse be unë s'kam qenë sahabi? A ki pas që më konë sahabi? Këtë këna që më konë shokët e pejgamberit Allahut. Po inshallah jemi vlezër të ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra si cili prej neve ka dëshirë që jetë për krasi pejgamberve të Allahut, e ndron të jetë. Po nëse nuk e ndrojnë, pejgamberi Allahut thot ka me orë një zaman që njerëz vetëm me mpa pejgamberin Allahut janë gjendje me shkri këtë pasurin e vetë, këtë me dhonë familjen e vetë, vetëm me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ka me orë njerëz që kanë me dash pejgamberin Allahut. Nga se Islami nuk triumfon me thënë e thashtme. Islami nuk triumfon ashtu që i çdo njerëzimi. Islami triumfon duke e pas simbol sunetin e pejgamberit Allahut. Para të pejgamberit Allahut se tha, në akhri zaman rikthehet khilafeti në minhajun nubuwwa, në metodologjinë e kujt, në modelin e kujt, modelin e pejgamberit Allahut. Për këtë e kemi garancë pejgamberin Allahut.